Zoti Islami, ju mendoni se ka një dorë amerikane në këtë rast për të goditur Belinda Ballukun? Dhe kjo dorë amerikane a do zgjatet edhe deri te Edi Rama? Nuk mendoj, ai është fakt. Jo, zotri, nuk është për të menduar e për të fantazuar ajo punë. Ai është fakt. Është faktore. Janë amerikanë që komandojnë, pik. Prandaj vinë vërdall dhe këto LGBT të Evropës. Se e din që s'kanë që bëjnë Amerikës. Kështu që është prera i kostum, unë ja u them, por nuk duan ta besojnë. Unë bëj thirrje qytetarëve të ndershëm, atyre që klikojnë dhe japin mendime, opinionin për emisionet tona. Ore njerëz, sillni mendjes, hapni syt ku po u çon ky pushtet, kjo parti, kjo klasë politike. Ku po u çojnë, e shikoni, keni hapur syt të shikoni që Shqipëria po boshatishet, që ju po varfërojeni për ditë, që juve po merren prona ditë për ditë, që juve po mashtrojnë ditë për ditë, juve gjyqtarët, gjykatat u kanë sirgjënosur djemtë më të mirë, skoti për një cigare asas. Pra këtyre u bithirje unë. Nuk u bithirje atyre të betuar, komunistëve të betuar që ka Edi Rama rreth rrotull. Zoti Islami, nisur nga rasti i Belinda Ballukut, a mendoni se Edi Rama tashmë do të goditet pikërisht si rasti i vet Belinda Ballukut, apo ai do të shkojë përtej këtij mandati deri në vitin 2029? Është pa mundur, nuk shkon. Ai deri në datën 28 nëntor është i dorëhequr. Dhe dorëheqjen do ta bëj me shkop, me dëshirë. Dakor, po vendos bazë shumë të rëndë, sepse aty mund të jetë edhe në datë 28. Këtë besim kam të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po u zgënjym dhe kësaj radhe, s'është fajon. Duke u referuar pjesës së kryeministrit Edi Rama, si mendoni, në shkresën që kanë nxjerrë për të drejtuar gjykatës kushtetuese, a është kjo një përpjekje për të mbrojtur Belinda Ballukun, apo është një përpjekje për ta dërguar topin mes institucioneve të drejtësisë? Ai bën diversion dhe kërkon që të përçajë dhe të orientojë sistemin e drejtësisë. Në gjykatën kushtetuese zotëri nuk janë budalle, janë njerëz me mend në kokë. Dhe ata e dinë mirë, shkojnë që s'ka shkelje ligji. Se po morën ata vendim, siç mendojnë, siç shpreson ky pallosh i gjatë, atëherë që do shkojë në Strasburg, po Strasburgu nuk shikon shkelje ligji aty. Ju thoni se Edi Rama mund të bjerë në datë 28 nëntor, ose të paktën nuk e shtyn dot këtë vit dhe... Jo, nuk do të shtyj. Çfarë ndodh në momentin që bie Edi Rama? Do marr pushtetin qeveria teknike që është gati dhe do shkojë të marrë zyrat. Kaq e thjeshtë. Po si u merr ka pa pasur zgjedhje? Çfarë zgjedhje kërkoni ju? Po si mund merret pa pasur zgjedhje, pa hyrë në zgjedhje, si u marka? Duke dhënë dorëheqjen qeveria. Po ka një logjik kushtetuese, sepse kjo është republikë parlamentare. Bie një qeveri, shkohet drejt zgjedhjeve të parakohshme, partitë politike hyjnë në zgjedhje dhe pastaj kush fiton zgjedhjet merr qeverinë. Ka një kushtetutë që është sjell këtu, është importuar nga Serbia dhe nga Greqia, të cilën Shtetet e Bashkuara nuk e njohin, edhe unë nuk e njoh si person. Dhe është një kushtetutë që është për në kosht plerave dhe i ka përfunduar në kosht plerave. Po ju them prap, këta do japin dorëheqjen dhe pushtetin e merr në momentin që jep dorëheqjen qeveria, zotëri krijohet qeveri teknike. Dhe qeverinë teknike nuk do ta organizojë këto forca politike. Se këta do bëjnë kështu, diç muçua hop kalemi për të, si thon asaj, për të vdekur mall nuk kemi. Nuk është problemi se do i ky hajde se do bëjnë këta një qeveri teknike. Jo. Objektivi është që kjo klasë politike komuniste shqiptare të qërohet nga pushteti. Ky është objektivi dhe ky do arrihet. Nuk e shtyjnë më amerikanët komunizmin në Shqipëri. Nuk e lënë këtë çipan të jashtëzakonshëm të maiset akoma më tepër. Dhe me këtë rast do t'i tregojnë vendin dhe Evropës. Që mbështet banditët këtu që vjen ajo nga Evropa edhe thotë zgjedhjet u bën të mira, thotë. Ku ti thotë ajo u bën të mira zgjedhjet? Me këtë tallet ajo. Marta Kosur shpreh që zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme. Ishin aq të ndershme sa që ishte Marta Kosur e ndershme. Kaq.
Pse nuk ishin të ndershme sipas jush? E kupton vet ajo. Si? Nuk ishin të ndershme sipas jush. Po pyetja është kjo është pyetje retorike, ka përgjigjen brenda. Ti që ishin zgjedhën edhe jo këto, si palëzgjedhje gjatë 34 vjetëve nuk janë bërë të ndershme në Shqipëri. Asnjë. Fare asnjë. Veç se është dorëzuar pushteti me marrëveshje pas kuintave. Nëse bie qeveria e Edi Ramës në 28 nëntor, siç thoni ju, çfarë pret vet kryeministrin Edi Rama pas kësaj date? Burgu, është tjetër, do arrestohet, ka mbaruar ajo punë, do arrestohet se do ta marrën amerikanë një herë për FBI-n, për me Gonigalin. Ai e di mirë që pretor zotëri, ai përpiqet tani si i mbyturi që kapet për lesht kokës. Ai e di se fundin e tij se ç'fund ka. Në këtë rast, cilat dosje do të jetë më delikate për të? Kjo që ka të bëjë me varësit e tij, përmendim këtu rastin e Belinda Ballukut, apo janë dosjet që prekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është ajo e Charles McGonigal, apo edhe takimi që ka pasur me luftar Hysaj në zyrën e tij lidhur me kartelin Sinaloa? Janë që të gjitha bashkë. Dosjen e ka sa një male, ka sa një kamion dosjen. Është dhe 21 janari që ka bashkëpunuar me Sali Berishën për të vrarë 4 qytetarët atje. Janë shumë. Nuk kanë fund krimet e këtyre. Është nafta që ta po e vjedhin ditë për ditë dhe nuk dihet ku shkon, dhe shqiptarët janë më të varfrit në botë. Është krimi që i ka bërë këtij populli duke ka ta ndisur për një vakt buk. E kupton sa kriminal janë këta, sa të ndyrë janë këta komunistët. Një vakt buk nuk i lënë të marrë të nesëmin. Ja kanë me rubinet dhe bukën dhe ujë, të tëra. Ky vetëm që si vë do të ajrit rubinet. Kaq kriminal është, kaq kriminale janë, kaq politikan kriminal janë, kaq politikan të shitur të degeneruar qeverisin këtë vend. Zoti Islami, të rikthehemi sërish te Belinda Balluku, e cila gjatë seancës së sotme, siç raportohet nga vetë gazetarët që kanë qenë pjesë kanë marrë pjesë në këtë seancë, theksohet se ajo i është drejtuar gjykatës që nëse Edi Rama largohet jashtë vendit, kush do t'i firmos vendimet e Këshillit të Ministrave në Shqipëri. Dhe në këtë rast nuk krijohet një krizë dhe na duhet me patjetër Belinda Balluku që të firmos vendimet e Këshillit të Ministrave. Nuk i marrë në konsiderat fare. I konsiderojmë të paqen, shkon qeveria teknike në zyra dhe vendos që në atë moment ndërtimin e shtetit. Dhe s'na duhen hiç. Po flasim aktualisht. Aktualisht, ja pra, po them do shfuqizohet kushtetuta, nuk e pyesim fare. Po kush e shfuqizon kushtetutën pra? Ai që do marrë pushtetin. Ata që urdhëruan. Ja do të them unë, ju doni mekanizmin. Mekanizmat janë 1000. Mekanizmi kryesor themelor është arrestimi këtyre të dyve. Për vjedhje bie qeveria, automatikisht merr pushtetin qeveria teknike, se është ngritur qeveria teknike. Nuk ka nevojë të votohet e të propozohet e të bëhet. Është gati. Në këtë rast, ju si e shikoni Shqipërinë në gjithçka që po ndodh sa i përket qoftë procesit të saj të antarësimit në Bashkimin Evropian, nga njëra anë dhe nga ana tjetër goditjeve që po jep drejtësia ndaj politikanëve të korruptuar, apo dhe qoftë goditjeve ndaj eksponentëve të qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Antarësimi në Bashkimin Sovjetik është një mashtrim 35 vjeçar, nuk do bëhet kurrë. Bashkimin Evropian? Po, nuk do bëhet kurrë. Kurrë. Se Bashkimi Sovjetik i ktheu këmbët nga dielli. Bashkimi Sovjetik Evropian, jo si ka këtyre këmbë nga dielli, jo është Bashkimi Sovjetik Evropian. Ata janë komunistët e Rusisë, janë që komandojnë në Evropë tani. Dhe Shqipëria do bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tallen kanë 35 vjet që thonë zgjedhjet ishin të mira. O turpi botës ku këta shqiptarë kaq idiot janë, ore nuk janë idiot, fakt se dhe unë bjem qafkot. Po këta s'kanë çbën se marrën një rrogë atje tek këta gangsterët që kanë qeverisur deri më sot edhe detyrohen që të mbështesin. Por në fakt fajtor janë ata që quhen deputet. Me ata do kemi punë. Veçanërisht me ata të 76 që votuan ligjin e gjinis. Me ata do kemi shumë punë. Çfarë i pret ata?
Ata e pret burgimi përjetshëm, zotëri, se kanë votuar një ligj që është antinjerëzor. Është krim kundër njerëzimit. Është genocid. Është genocid, është krim kundër njerëzimit. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.